Gjatë festave, unë kaloj në rolin e shefit të kuzhinës dhe babi si një kritik ushqimi shumë i rept. 3 pjata për të marrë vlerësime. Pjata e parë për të provuar janë këto salçiçet e dhis me salcë me mustardë. Salçiça është e mirë, po kjo salca sigur. Çfarë problem ka? Ku di unë? Nuk shko ka nuk atë. S'pëlqen, okay. Pa. Ja se duhet sillim një pjatë tjetër më të mirë. E radhës për të provuar është një antipast me krem djathi, me parmanelo nga Fix dhe me ullinë të mbushur. T'ju vendos një të pjata? Vendosi, ta provoj mirë. Fisika ato? Po. Sigur nuk shkojnë me të. Po parmanelo ishte e mirë? Me mirë, shumë mirë. Okej. Ja të sillim dhe një pjatë, inshallah po të pëlqen ajo tani së ditë. Këtu kemi role të mbushura me chorizo, crudo, si dhe me siçomoti nga Fix. Po. Shpresojmë të paktën t'ju pëlqejnë këto tani. Shumë e mira, po që kanë djegur që i lartë. Pak shumë të mira, janë buta. Do më thënë të secila ka nga një problem, Po tani, problemet dalin. Ju bëft mirë, pra. Faleminderit.